implementuar përvojat tona dhe të krahasojmë përvojat e vendeve të tjera. Ju falenderit. Faleminderit, Ministër. Ftojmë tani ta marrë fjalën zëvendësministri i punëve të brendshme dhe administratës publike të Malit të Zi, zoti Dragan Pejanović. Hvala lijepo. Faleminderit shumë, të nderuar ministra, të nderuar kolegë, përfaqësues të mediave, zonja dhe zotrin, kam nderin që t'ju përshëndes nga Ministria e Pushtetit Lokal të Malit të Zi dhe më vjen shumë mirë që edhe Niko Qiri ka njohur Malin e Zi si shtet me të cilin dëshiron të shkëmbej praktikat e mira dhe përvojat. Kjo është edhe një shembull që bashkëpunimi rajonal në zonën e Ballkanit Perëndimor është duke zhvilluar vazhdimisht në mënyrë pozitive dhe mënyra dhe rasti më eklatant paraqitet nga përkushtimet e të gjithë neve së bashku për të zhvilluar pushtetin lokal në përputhje me standardet evropiane dhe me qëllim të një përmbushje së nevojave të qytetarëve tonë. Qeveria e Malit të Zi që nga viti 2006 ka krijuar një kornizë adekuate ligjore për të përshpejtuar zhvillimin e shoqërisë malazeze dhe ka krijuar një ambient të duhur për tërheqjen e investimeve dhe për zhvillim të ndërmarrësisë si dhe për ruajtjen e burimeve natyrore. Për të arritur këto qëllime, qyteti ka një vizion të qartë, cili është në përputhje me prioritetet e veta për zhvillimin dhe për integrimin euro-atlantik dhe për forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar. Kam nderin të them që Mali i Zi si një shembull i një shteti ndëretnik dhe ndërfetar është e hapur për të ndarë përvojat e veta me fqinjet e vet të procesit të pushtetit lokal. Dëshiroj ta shfrytëzoj rastin që t'i paraqes aktivitetit aktuale në këtë proces që nga fillimit të reformave të vitit 90 deri më tani sistemi i pushtetit lokal në Mal të Zi po i ofrohet shteteve evropiane me çdo aktivitet të ri, të cilat e kanë inkorporuar standardet e larta evropiane të parapara në kartën evropiane për pushtetin lokal. Kuvendi i Malit të Zi në vitin 2000 e ka miratuar ligjin për pushtetin lokal dhe akte tjera ligjore kanë inkorporuar të gjitha parimet evropiane. Qeveria Malit të Zi gjithashtu e ka mbështetur protokollin shtesë në kartën evropiane për veçeverisjen lokale, i cili vitin e kaluar është hapur për nënshkrim nga ministrat dhe mund të them qartë që Mali i Zi do të jetë nga shtetet e para antare të Këshillit të Evropës që do ta ratifikojë këtë dokument dhe instrument shumë të rëndësishëm. Në këtë mënyrë do të kontribuojmë në promovimin më të madh dhe pjesëmarrjen në nivelin lokal, por edhe në krijimin e këtij ose në realizimin e këtij instrumenti dhe hyrjen e tij në fuqi, me që e dim që për të hyrë në fuqi kërkohet ratifikimi nga 7 shtete të Këshillit të Evropës. Me ligjin dhe kemi ratifikuar edhe një instrument tjetër evropian, ky është konventa kornizë për bashkëpunim ndërkufitar, që quhet Konventa e Madridit. Përveç nënshkrimit të Konventës së Madridit dhe 3 protokolleve shtesë të saj në nëntor të vitit 99, qeveria e Malit të Zi vitin e kaluar e ka hapur edhe procesin për pranimin e 2 protokolleve shtesë të saj që do të procesohen në Kuvend.
deri më tani kemi pasur programe shumë të suksesshme të bashkëpunimit ndërkofitar. Ne kemi 4 programe të tilla. Një është program 2 janë transnacionale dhe një është Adriatik. Kurse për marrjen e fondeve të IPAS, ne kemi bërë një bashkëpunim dinamik me zonat e ndryshme ndërkufitare të Shqipërisë, Serbisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe presim që të bëjmë aranzhmane të kësaj pune ndërmjet komunave të Malit të Zi dhe Kosovës. Me lejoni që të apostrofoj një bashkëpunim shumë të intenzive dhe të rëndësishme që kemi në planin e vendor dhe ndërkombëtar ashtu si në brenda në shtet ashtu edhe me BE-n ose BE-n dhe UNDP-n, me të gjithë këta partner, dhe ky bashkëpunim ka treguar rezultatet e veta në forcimin e kapaciteteve të pushtetit lokal, dhe për vitin e ardhshëm kemi planifikuar 12 milion euro për realizimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do të sigurohen nga fondet e IPAS dhe kanë të bëjnë me zhvillim të drejt për drejt të kapaciteteve të njësive të qeverisë lokale në Malë të Zi. Monitorimi i përmendur i pushtetit lokal bëhet nga këshilli qeveritar për pushtet lokal, i cili përbëhet nga 5 ministra dhe 5 përfaqësues të komunave të Malit të Zi, edhe sekretari dhe 3 kryetar të komunave. Funksioni kryesor i këtij këshilli koordinativ është që të paraqes drejtimin e zhvillimit të komunave, ku dhe gjithashtu dhe vlerëson procesin edhe progresin e reformave në decentralizim dhe jep propozime për aktivitete konkrete për të përcaktuar reformat, drejtimin e reformave të reja pushtetit lokal. Në këtë drejtim kemi zhvilluar normativën ligjore në drejtim të përshtatjes së situatës ekonomike përmes rritjes së të hyrave të njësive të qeverisë lokale. Përmes përshtatjes fiskale, ne nuk dalim nga politikat e qeverisë, të cilat kanë synime afatgjate, dhe këto fokusohemi kryesisht në konkurrencë dhe tërheqjen e ekonomive të vogla. Ne jemi e dim nesi i vogël dhe i mesëm do të kontribuoj që sistemi i financimit të jetë më i qëndrueshëm dhe që buxheti i njësive të qeverisjes lokale të mos i ndjej efektet e krizës, efektet negative të krizës financiare. Një nga sfidat kryesore të çdo shteti është lufta kundër korrupsionit, spaku në zonën e Ballkanit, dhe sipas vlerësimeve kemi një praktikë të mirë në zonën e Ballkanit kur flasim për luftën e korrupsionit në nivelin lokal, në bashkëpunim me OSBE-n dhe me shoqatën e komunave kemi bërë programe dhe plane të veprimit për luftimin e korrupsionit në pushtetin lokal, dhe mund të konstatojmë që deri më tani të gjitha njësitë e pushtetit lokal kanë nxjerrë programe dhe plane të veprimit dhe që kanë ndërmarrë masa për implementimin e tyre, e gjë që ka treguar tashmë efektet pozitive, të cilat shihen kryesisht me nivelin e kënaqëmërisë të qytetarëve ndaj shërbimeve dhe pushtetit lokal. Përveç programeve të tilla, ne kemi patur edhe aktivitete të promovimit të kodit të etikës që kanë të bëjnë me funksionarët e zgjedhur dhe zyrtarët e pushtetit lokal. Me këtë mënyrë i paraqesim praktikat më të mira ndërmjet komunave dhe ato në këtë mënyrë kontribuojnë në zhvillimin më të shpejtë. Në fund, me bindjen që krijimi i
Pushteti lokal si shërbim për qytetarët dhe